Disi është puna e udhëzimit, e lirë është si puna e njeriu që u zgjuar një ditë në orën 2 të natës në një dhomë të errët, e cila nuk ka as dyrë, as dritare dhe është vetëm errësirë. Ai do të drejtonte vetes tij disa pyetje. Ku jam? Çfarë bëj këtu? Çfarë do të bëhet me mua? Njeriu në jetën e kësaj bote, pa udhëzim, është si njëri në një dhomë të errët, i cili nuk e din se si erdhi aty, çfarë do të bëhet me të dhe cili është roli i tij. Dhe ku do të shkoj? Ku do të shkoj? Si mund dal për kësaj? Dhe jeta e kësaj bote kështu është vdekja është ajo dhoma e errët e njeriu që domethënë gjithmonë kur flitet për të, kur bie fjala për të, domethënë i çon njerëzit në një tmerr shumë të madh. Ndërkohë që në besim ti gjen përgjigjen. Përse je këtu? Për çfarë ke ardhur këtu? Dhe çfarë është mbas kësaj? Ku janë dritaret e kësaj dhome të errët? Ku çelet kjo dhoma e errët? Pra, udhëzimi është një dritë e madhe, është një mirësi e madhe. Për këtë është një rast shumë interesant. Profeti bekimet e Zotit qofshin mbi të tha, sikur njeriu t'i rinte Zotit me ballin në sejdë nga dita e lindjes deri në vdekje, vetëm për mirësinë e udhëzimit, pa që ti e kupton që ku është dritarja dhe dera për të dalë nga kjo dhoma e errët, dhe çfarë bëhet me asaj dhomë të errët, do të ishte më se mjaftueshme që njeriu në këtë botë, as mos hante, as mos pinte, as mos bënte asgjë, po të rinte gjatë gjithë kohës me ballin sejdë për Allahun.